pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala. Dhurata e dhimbjes. Në rast të flas, dhimbja ime nuk paksohet. Në qoftë se nuk flas, çfarë lehtësimi kam? Jobi, kapitulli 16, vargu i 6. Nëse në duart e mia do të kisha fuqinë për të eliminuar dhimbjen fizike nga bota, nuk do ta përdorja. Kështu thot doktor Paul Brandy në librin e tij që e ka shkruar bashkë me autorin Philip Yancey, Dhuratat e dhimbjes. Por çfarë kualifikon atë që të thotë diçka kaq fashitse, kaq gjithëpërmbledhëse? Thjesht mendoni sikur t'i nxirrni të jashtë pune të gjitha farmacit. Asnjë nevojë për aspirina, qetësues, steroid, antiinflamator apo mjekime të tilla. Padyshim që këto fjalë duhen thënë nga një njeri i kualifikuar. Kush ishte Paul Brandy dhe pse tha ai këtë gjë? Përgjigjja e thjeshtë është kjo. Ai ishte një nga studiuesit më të zotë të shekullit në 20, që dinte se çfarë ishte dhimbja. Mahnitja e tij në të gjithë këtë çështje ishte rezultati punës me pacientët me lebroz në Indi, trupat e të cilëve mundohen nga kjo sëmundje deri në pikën sa humbasin shqisën e të ndjerit dhe nuk ndjejnë më dhimbje. Kështu jemi të gjithë ne që e njohim goditjen e fortë të dhimbjes. Por sipas doktor Brandit, ne nuk jemi të vetmit. Ndërkohë që lebra është rrallëherë fatale në vetvete, efektet e tmerrshme të sëmundjes shkaktojnë një shpërfytyrim dhe shpesh humbje të gjymtyrëve. Por më i keq akoma ka qenë turpi i një shoqërie të shekujve të hershëm ndaj sëmundjes, duke i ndarë ata që kishin lebër nga të dashurit apo fëmijët e tyre. Në kohën e dhjatës së vjetër, personi i munduar nga lebra duhet largohej nga qyteti dhe të jetonte në një kolibe me lebroz të tjerë, duke ngritur zërin, i papastër, kur dikush i afrohej. Studimi i doktor Brandit tregoi se nuk ishte lebra ajo që shkaktonte shpërfytyrimin, duke i bërë viktimat të kishin duar dhe këmbë të deformuara që në fund duheshin prerë. Mungesa e dhimbjes nga ana e lebrozit tregonte se nuk ishte bekim, por një mallkim që e lejonte atë të digjte duar dhe këmbët pa e ditur, ose të ecte mbi plagët e hapura që ai nuk i ndjente. Në fund, Paul Brandy doli në përfundimin se dhimbja është në fakt një mirëbërës madhështor për njerëzimin, një dhuratë nga Perëndia, jo një mallkim, që na lejon të mësojmë se çfarë duhet bërë kur lëndohemi. Libri i tij Dhurata e dhimbjes, të cilin e ka shkruar bashkë me autorin Philip Yancey, është një nga librat që bën trajtimin më domethënës dhe më praktik të çështjes që ka hasur ndonjëherë. Dhe është thuajse ironike që unë fillova ta lexoja këtë libër ditën para se të tërhiqja një muskull në shpinën time, gjë që më la pa gjumë dhe më mundoi për 2 javë, duke u përpjekur që ta gjeja ndonjë mënyrë për ta eliminuar atë dhuratë dhimbje që kisha dashur ta largoja sa më shpejt që t'ishte e mundur. Megjithatë, kultura jon ka pak tolerancë për dhimbjen. Ne bombardohemi vazhdimisht me mesazhin që jetesa më e mirë mundsohet përmes ilaçeve. Hiqeni qafe dhimbjen dhe pa reatin duke marrë ilaçe. Më pas ne duam të jetojmë pa dhimbje. Ju i kërkoni dentistit që t'ju ampi dhëmbin para se ta mbush. Siguroheni që të merrni mjaftueshëm anestezi që të mos e ndjeni dhimbjen e lindjes së fëmijës. Ju e shuani zërin e dhimbjes pavarësisht çmimit. Kur keni dhimbje dhëmbi ose dhimbje shpine, jeni plotësisht vetëm. Askush nuk e ndjen dhimbjen tuaj të dhëmbit apo të shpinës. Ju jeni si puna e jetimit, dhe madje përshkruani se është e vështirë. Ajo që ju e mendoni si të lehtë, mund të konsiderohet si e rëndë nga dikush tjetër. Kulturat kanë ndryshime drastike në lidhje me tolerimin ndaj dhimbjes. Paul Brandy besonte se një nga dështimet në jetën sot është dështimi për të ndjerë dhimbjen tonë, duke u përpjekur që të kuptojmë pse kemi dhimbje, çfarë kemi bërë, gjë që eliminon të gjithë këtë. Do t'ju them një gjë. Herën tjetër që do të mundohem të bëj të fortin dhe të ngrej një kuti të rëndi vetëm, do ta mendoj 2 herë dhe shumë shpejt madje. E kam dëgjuar zërin e dhimbjes, dhe ndërkohë që ende nuk jam i bindur, po mësoj shpejt. Sapo dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radioviz7.net.